Duaja që pejgamberi Allahut e lexonte kur i ngushtonte gjendja në dynja. Ua lexoj së pari në gjuhën arabe, pastaj e dua përkthej. Bëni bashkërisht me mua këtë dua, që unë do të lë shprastirën mesin e fjalive të mia që ta shqiptojsh edhe ti bashkërisht. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayya ya Qayyum. برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرف عين. Që do të thot: O Zot, që je i gjallë dhe që je i përjetshëm, në mëshirën tënde kërkoj ndihmë. Më i rregullo të gjitha punët dhe nevojat e mia, dhe mos lejo që mbështetjen ta bëj në vetvete, por mbështetja ime të jetë vetëm tek ty, çdo çast dhe çdo moment kur i hap dhe mbyll syt. Amin.